Përshëndetje të gjithëve. Duke qenë se videot me pyetje përgjigje ju pëlqyen dhe është mundësi shumë e mirë që unë t'ju kthej përgjigjet të tërëve, ndryshe nga shkrimi është pak më i vështirë për mua, me këto video mund t'ju kthej dhe të shikojmë se çfarë videoja do dali. Është interesante. Unë nuk i shikoj në fillim përgjigjet, pra po ju atregoj këtu janë të pahapura mesazhet. I pari më shkruan: "Përshëndetje doktor. Doja t'ju pyesja, pasi kam rastin e babait tim i cili ka bërë 3 stenta, po ka rreth 1 vit e gjysmë paka shumë që stentat i ngushtohen. Mjeku këtu na thot është problem gjenetik. A është kjo e vërtet, pasi dua të di nëse bypass e ka të njëjtën përqindje për ngushtim venash, apo jo, sipas mendimit tuaj?" Atëherë kur doktori thot që ka një problem gjenetik, atëherë duhet absolutisht të përmendi emrin e sëmundjes. Është problem gjenetik, cila sëmundje gjenetike? Ma shkruaj, a bëhet fjalë vërtet për një sëmundje gjenetike? Nuk e di, më duket pak e çuditshme. Ka pacientë të cilët i ngushtohen stentat më shpejt se të tjerët, po kjo lidhet në radhë të parë me stilin e jetës të pacientit, me medikamentet që ai merr. Për shembull, ai ilaçet që merr pacienti për holluz gjaku, po them, që në fakt janë trombocyt agregat hema, siç e them gjithmonë. Ka që për disa pacientë nuk e bëjnë punën tamam dhe në këto raste duhet ndruar. Dhe në këto raste jo vetëm që për 1 vit mjekimi me aspirinën plus një tjetër, për shembull po them klopidogreli apo tikagrelori, nuk e di këtë ka dhënë mjeku, dhe në raste të ralla kjo gjë bëhet deri gjithë jetën, pra këto 2 medikamente. Nga ana tjetër, ajo që duhet parë gjithmonë që është shumë e rëndësishme, janë yndyrnat në gjak, ndoshta janë gjenetike yndyrnat në gjak. Prandaj dhe kjo duhet trajtuar, nëse janë gjenetike, duhet trajtuar. Dhe pyetja e dytë që më ke bërë, në qoftë se bypassi ka të njëjtën përqindje për ngushtim venash. Në qoftë se janë yndyrnat, po. Në qoftë se janë yndyrnat dhe bypassi do ngushtohet. Në qoftë se bëhet fjalë për mbyllje trombotike të stentit, atëherë edhe ndoshta jo. Nuk mund të jap një përgjigje më konkrete se kaq, sepse nuk kam të dhëna më shumë se kaq, po duhet gjetur se cili është shkaku i ngushtimit. Nuk mund të thuash thjesht është gjenetike dhe kaq. Më duket shumë pak argument.